nderuar shikues podcastit Okult, mirë mbrëma. Jemi sot në Okult Aktualitet. Para se të fillojmë emisionin me të ftuarin ton interesant, do t'ju kujtoja që të bënit subscribe kanalit ton. Ne kemi ndjeksa shpeshherë në shumë emisione, më shumë se sa abonent. Kjo tregon që shumë nga ndjeksat është e nevojshme t'i bëjnë subscribe kanalit. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj sponsorët e emisionit tonë, cilët vazhdimisht do të dalin në ekran, të cilët ndihmojnë në realizimin e veprimtarisë në podcastin tonë. Sot jam këtu në bisedë me zotin Ermal Peçi, gazetar neri simpatik, i cili shquhet për analiza të thella, sidomos për çështjet e brendshme, me të cilin do të bisedojmë për situatën në Shqipëri dhe në Kosovë kryesisht. Jemi pas zgjedhjeve të pjesshme lokale që u zhvilluan në disa bashki të vendit, ku nga gjykata kushtetuese u përjashtuan zgjedhjet e Tiranës, të cilat ishin planifikuar të paktën në dukje nga Partia Socialiste. Dhe në Kosovë gjithashtu janë mbajtur zgjedhjet lokale, po dhe në Maqedoni. Edhe në Maqedoni ka pasur zgjedhje lokale. Dhe me Ermalin do të bisedojmë mbi situatën e përgjithshme, njëkohësisht këtë javë që kaloi është thirrur në SPAK zënës kryeministra dhe ministre energjetike zonja Belinda Balluku. Madje sot fretin qofse ndërpres, sot është bërë publike që ditën e premte në orën 10:00 Sali Berisha është thritur për çështjen e 21 janarin SPAK. Po, edhe kjo është një ngjarje të cilën do të analizojmë dhe do të themi mendimet tona. Ermal, si lexove këto zgjedhje të pjesshme lokale, çfarë risie konstatove apo nuk pe ndonjë risi, sepse ato u fituan të gjitha, mos gaboj, u fituan nga Partia Socialiste të gjithë kandidatët e PS-s, ra në sy një pjesëmarrje shumë e ulët, që kjo është normale, sipas deklaratës që ka bërë Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s, ka theksuar se ata që kanë marrë pjesë në votime kanë qenë kryesisht moshat e rritura. Në Burel është konstatuar pjesëmarrja më e lartë rreth 40%, në Vlorë 17%, ku kandidatja socialiste Mjekja që ka fituar aty, ka fituar me rreth 7 apo 8% të votave dhe do ta drejtoj bashkinë me një numër kaq të vogël votash. Gjithashtu konstatimet të përafërta të tilla janë dhënë re edhe në bashkitë e tjera si në Berat, Cërik, Tepelen, rënje e numrit të votuesve. Është kjo e lidhur me faktin që ata që do të marrin mandatin do të qeverisin për një periudhë të vogël, me faktin që nuk ka pasur fushat të egër nga drejtuesit e partive politike, sidomos nga ana e opozitës, e cila nuk vuri kandidat në përgjithësi, por mbështeti disa kandidat të pavarur, duke mos luftuar edhe me ato pak fuqi që i kanë mbetur për fitoren e kandidatëve të pavarur, duke i lënë ata në dhembët e mëshirës së fatit. Si e lexoni? Shko, Fredi, mua më kujtohet një skeç i Skënder Sallakut. E kam bërë dhe shkrim, sa gola do bësh. Dhe partia në atë kohë thriste trajnerin dhe ekipin dhe i thoshte sa gola do bësh. I thoshte 1, si mor 1, pse s'bën 4, janë tharë këmbët ty, pse s'bën 5 tjetrit. Gati detyroi dhe portierin i thaj puna portier, po edhe ti ta bësh i gol apo ekziston mundësia. Kur pash podcastin e Ramës me atë nihilizmin e vet dhe pyeste kandidatës sa përqind do fitosh ti, dikush i thoshte 85, dikush i thoshte 70, dikujt ai e këshillonte vet, shikoje thoshte të fitosh mbi 60%. Gati mu duk një komedi ose tragjikomedi që luhet në realitetin ton politik, se në fund ditës tragjikomedia luhet mbi mua, mbi ty, mbi qytetarët shqiptar.
Duhet të kuptojmë që kjo pjesëmarrje lidhet me shumë faktorë. Faktorët e parë janë që këto zgjedhjet për të pjesshme përfaqësojnë pak interesa. Dhe e dyta është që të gjithë e dinë që këta kryetar bashkie nuk kanë asnjë fuqi vendimarrje, për shkak se njeriu që është bërë dhe kryetar bashkie ka prap emrin Edi Rama. Në këtë kontekst ata kanë bërë thjesht një procedurë apo thjesht kanë bërë një ritual të cilën do duhet ta bënin për shkak edhe të posteve të punës, po për disa dhe pse janë antar të Partisë Socialiste. Pse Edi Rama, nëse do kishte fituar një kandidat i pavarur, pse do ishte Edi Rama? Jo, unë po them këta nga Partia Socialiste. Ashtu po. Jo, këta kandidatët e pavarur në optikën time. Fredi do duhet kandidati i pavarur, dikush mund të jetë një njerëz që është zë i pavarur, mund të jetë një njerëz që ka bërë betejë mediatike, mund një njerëz që ka ngritur kauza që kanë ngritur në peshë shoqërinë civile, por nuk mund të jetë kandidati i pavarur, Fredi një njerëz që se njeh askush. Dhe nëse ti pa të njohur njerëz del kandidati i pavarur, atëherë ti je më shumë i varur politikisht, por thjesht ty opozita të përdor në Tiranë vendosi emrin një personazh i njohur, Florian Bina, i cili u mbështet edhe nga opozita para se të merresh vendimi i gjykatës kushtetuese. Unë mendoj se ka një kombinim të interesave të PS-s për të mos u bërë zgjedhjet në Tiranë me antarët e komanduar nga Edi Rama në gjykatën kushtetuese, të cilët votuan pro dëshirës së Edi Ramës për faktin se Rama testovi kandidatin e vet mis vaksinën Manastiliun dhe këto testimet kishin dalë shumë të dobta për Partinë Socialiste dhe i trembur nga frika se mund të humbiste Tiranën, e cila është paradhoma e rezultateve që do të vinë në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe Rama mund të ketë manovruar me këtë vendimin e gjykatës kushtetuese, duke thënë atyre që të anullonin zgjedhjet në Tiranë nëpërmjet vendimit për kërkesën që kishin bërë avokatët e Erion Beliaj, si një vendim i padrejtë shkarkimit i tij nga antarët e Këshillit Bashkiak, dhe këtë kërkesë e pranoi gjykata kushtetuese dhe e la në fuqi qenin e Erion Beliajt si kryetar bashkie, pra nuk e njohiti shkarkimin e tij. Dhe ka disa arsye themun për mungesën e njerëzve në votime. Përveç asaj që e thamë të dy ne që nuk ka interesa të mëdha, unë mendoj që ardhja e kandidatëve të pavarur, për shembull kandidat i mirë dhe i njohur në Vlorë ishte Dionis Sota. Ai ishte i pavarur, Fredi, por ja të them ka bërë betejë gjatë kohës së Covidit. Ja të them ai ishte vërtet e Vlorës që të mos, domethënë në rreth të biznesit. Ishte i njohur, pa i vinte nga qarqet e Partisë Socialiste. Ai ka qenë këshilltar prefekti, ka qenë funksionar në bashki, pra ai nuk ishte një njerëz i cili nuk kishte njohje me dhe problemi që e kanë demokratët, për shembull që duhet ta mbështesnin, lidhej me këtë fakt. Që thoshin nuk atashohet me atë se çfarë kemi bërë ne. Kur ne protestonim, ky ka qenë duke u ngrohur në shtëpi, thoshte. Pra duhet antari PD-s nuk ka qenë. Po prandaj po them duhet gjendur, Ofred, prandaj po them, një kandidat i pavarur. Duhet jetë një zë i fuqishëm, nuk mund të jesh ti i pavarur, sa atëre më kujtohet ajo e ka thënë këtë bisedën me Sabri Godon, Ylli Rakipi, që thoshte kur i shikojnë ato dashit që varen, kur i afron kokën nga poshtë e kuptojnë që janë pavarura. Pra në këtë kontekst, në gjithë të panoram, ti nuk mund të zgjedhësh njerëz të cilët nuk kanë as fuqi për t'u njohur publikisht dhe nuk kanë mbajtur as si kauzë. Pra, ne nuk mund të themi dot për një emër që ngrihet sot e thotë unë do kandidoj. Nëse ai ka plotëson këto kriteret e nevojshme, atëherë po. Por ti kuptoj që votën ti, ne jemi shoqëri e polarizuar. Në 35 vite këtu politika ka bërë çmos ta polarizoj shoqërinë. Madje aq shumë e ka polarizuar shoqërinë sa dhe brenda partive
Në qoftë se jetë e PS-ja, po ishe nga Veriu, thonë çfarë do ti me PS-n. Në qoftë se jetë e PD-ja, po ishe nga Jugu apo Juglindja, thonë çfarë do ti me PD-n. Ka shumë e polarizuar jemi, ne? PD-ja merr më shumë vota në Jug se sa Po prandaj, po të bëjnë këto algoritme ata kështu është, po të ndaj dhe një histori time personale, kur kam qenë në një rol periferik, po them brenda Partisë Demokratike. Si përqindje ka fituar për numër popullsie ka fituar më shumë në Veri. Po edhe si numra në total ka marrë poshtë Lanës edhe jo mbi Lanë. Por edhe si Partia Demokratike pa Fredi se ti tani antikomunistët edhe ADN antikomunistët të Jugut. Po prandaj po them se këtë, prandaj po të them. Po ashtu si dhe pa votuesit e Veriut. Po diskutohet. Po në fakt nuk i është mëshuar ADN-s e Jugut dhe Juglindjes fare e djatha shqiptare. Ata ka ngritur vetëm profilin që në 30 vite të djathën shqiptare ka vetëm një emër që ka Sali Berisha. Po të shikosh, të persekutuarit më të mëdhenj janë Bektashin të Jugut dhe katolikët e Veriut. Nga komunizmi. Dhe këtu është fara e opozitarizmit. Dhe balli kombëtar ka qenë kryesisht ke Bektashin dhe nacionalistët e Shqipërisë. Po, nacionalistët. Po kryesisht Bektashin, ata që drejtonin ishin kryesisht Bektashin. Po sa veta e përmendin këtë gjë? Askush nuk e përmend. Dhe tash gjithë fara e PD-s është ke të persekutuarit dhe antikomunistët dhe ke njerëzit e tyre. Po sepse këtu bëhet diferenca. Ka dhe njerëz të tjerë që me mend në kokë që pavarësisht se s'kan qenë persekutuar, e kanë urryer si sistem komunizmin, një shtresë intelektualësh që mund të jenë dhe me origjinë kështu nga Partia e Punës, por që kanë urryer atë kohë dhe janë ndërgjegjësuar që Shqipëria duhet të kalojë në pluralizëm, Shqipëria duhet të kalojë në kapitalizëm, Shqipëria duhet të kalojë me orientim nga perëndimi dhe jo nga lindja, siç e kishin komunistët. Dhe të gjithë të faktor kanë ndikuar në bërjen e Partisë Demokratike dhe asnjëri nuk duhet anashkaluar. Edhe katolikët janë goditur shumë. Enver Hoxha ka pasur alergji ndaj Vatikanit edhe ndaj katolikëve për shkak të orientimit të tyre perëndimor, të pa ndryshueshëm, katolikët. Dhe njëkohësisht janë goditur dhe nacionalistët ortodoks të Jugut, që s'ka pasur pak nacionalistë dhe patriot dhe pro-perëndimorist ortodoks nga Jugu. Dhe të gjithë të faktorë nuk mund të anashkalohen, të gjithë janë të jashtëzakonshëm dhe të nevojshëm në mozaikun e opozitës. Ky mozaik i mungon edhe sot opozitës, prandaj janë dhe në këtë farë deregjeje. Por nuk po hyj më shumë mozaikut, se mund të tregoj vetëm listën e Tiranës në 11 maj, që i kishe 8 kandidat, i kishe vetëm nga Tropoja brenda në Tiranë. Domethënë, ç'të të them më. Thonë që duhet një mozaik, se po hyj në politikë, nuk po e bën parcelizim politikën. Ky ka qenë kanceri i Sali Berishës. Po këta po them. Ky ka qenë mallkimi i Sali Berishës. Sa herë që ka humbur, ai nuk është këputur dot nga grupi i krajinarisë vet. Gjithmonë, edhe kur merrte pushtetin, e merrte me të gjithë shqiptarët dhe çonte ujin ke një grup i vet. I vogël me bazë krajinarizmin. Berisha do të karakterizohet gjithmonë si figurë politike nga kjo dobësi e madhe në drejtimin e Partisë Demokratike. Në fillim duket si forcë, po të kthehet mallkim, se ata nuk dinë asgjë tjetër përveç se të orientohen nga ty. Domethënë ata nuk kanë asnjë diskurs në opinionin publik, nuk kanë asnjë mendim se si ta zhvillojnë, nuk krijojnë relata apo me marrëdhënie me bazën poshtë, vetëm shikojnë lart. Duke parë lart, ti dhe pengohesh. Jo, kjo s'mund të thuhet për të gjithë. Një pjesë për të gjithë, po një pjesë për të gjithë nuk është për të gjithë. Që nuk e meritojnë, se shiko, kulmi i krajinarizmit Sali Berishës arriti më 2005 kur dhe presidenti, dhe kryeministri dhe ministri i jashtëm shkuan në OKB të dy nga i fshat, përfaqësonin Shqipërinë. Më kupton?
s'kishte turp më madh. S'mund të ti mund ta vinje një Tropojan ministër, po jo ministrin e jashtëm. Nuk kam gjë me Besnikun, se Besnikun e njoh. Besniku mund të ishte ministri i jashtëm, po pa qenë Berisha kryeministër. Ose Berisha kryeministër, jo me Besnik Mustafajin ministër të jashtëm. Turp i madh kur vajten atje në Washington, 2 nga i fshat përfaqësonin Shqipërinë. Turp i madh. Kupton? Është e bukur kjo që thua ti se njerëzit i harrojnë këto Fredi, po memoria jote në fakt se këto janë momente që flasin shumë për mënyrën se si veprojnë politikanët shqiptar apo liderat shqiptar. Tribalizmi, lidhja pas fisit, pas krajinës për të vendosur ti me një dominancë të frikshme në raport me atë që përfaqëson krajina jote në raport me të gjithë vendin, ose për shembull a justifikohet, thotë jo, s'është vërtet kemi pasur, po ke pasur ti Gensrulin ose Ridvan Bodën, po i vinje numrin 2, ke pasur drejtorët e policive, po i vinje numrin 2, ja vinje njeriu tata tjetër, në fakt ne dim që komandonte numri 2 dhe numri 1. E bënte Sajmir Tahiri me drejtor t'i bëri të nga Tepelena, me drejtor, me shefa krimesh, kjo smundje të mërshme e krajinarizmit, është ignorancë e madhe, është mungesë fuqie për të udhëhequr forcën tënde politike dhe qeverinë tënde, sepse ai që është vizionar dhe është i fuqishëm dhe qeveris me drejtësi, ai nuk ka nevojë të mbajë njerëz që kanë atë si busull orientuese dhe pa folur ai nuk lëviz gjë. Njohin vetëm liderin i cili ju ka bërë ca të mira që ata të përfitojnë me rrethin e tyre familjar. Kupton, Shqipëria është shumë e madhe se krajinat tona. Edhe ku e ka treguar. Madje një udhëheqës i madh në çdo vend të botës që të mos ketë asnjë dilemë në lidhje me këtë. Shiko këtë tjetrin ti. Gjithë qeverinë Tosk me Tosk, kupton? Vetëm një Dibran, Dibranët janë Toskët e Veriut. Vetëm me Tosk, kupton? Po ku i ke ti katolikët për ministri, ku i ke veriorët, Kuksiane, s'ka jo, një ka gjithë Lesgjane, Shkodrane, Trapojane, kupton? A i zhjetë më këtej. Ku i ke? A i zhjetë nga lumjes e poshtë. Kupton, do më thënë turpet më dha, shiko, liderët dhe mëdhenj, udhëheqësit e mëdhenj të një vendi, kujtesen shumë që edhe kur një njeri e meriton dhe që është nga krajina e vetë që ai mund të vendosë diku, sa ka shumë njerëz që e meritojnë të drejtojnë një vend, ai kujteset gjithmonë që mos njolloset si krajinarist, që mos i zgjedh nga zona. Krijoj një mozaik. Po të krijoj një mozaik. Krijoj një mozaik dhe krijoj një ekip me vizionar. Duhet shumë kujdes. Është një shprehje që thotë nëse do të shkosh larg, shko si ekip, nëse do të ecësh shpejt, shko vetëm, thotë po. Në të tilla vizione duhet një ekip që ta çojë lart një program politik, ekonomik, social. Edhe sidomos politika që kërkon shumë mendje sepse mund të gabosh nga momenti në moment. Dhe ky është defekti për shembull i pjesës më të madhe të aktorëve politik sot që duhet të kenë këshilltar shumë që të konsultohen, duhet të flasin me njerëz të mendimit dhe ata zgjidhen të mbyllen në atë dhomën e tyre dhe mendojnë se mund të dinë gjithçka, po gjithçka nuk mund ta dish nëse nuk ke një jetë të tërë që lexon, sakrifikon, vë pika mbi i për çështje të rëndësishme, hulumton sa më shumë se këta një gjë nuk kuptojnë. Është ndryshe eruditi dhe është ndryshe eksperti. Eksperti është për një fushë. Eruditi është një njeri i cili mundohet të kapi nga çdo zhvillim. Polemyth që thonë politik, domethënë këta që janë vizionar për shumë çështje të mëdha. Për shembull, në Shqipëri çfarë ndodh, Alfred? Ne kemi kombin shqiptar. Mundojnë të analizojnë ngjarjet në Shqipëri pa ditur se çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, pa ditur se çfarë ndodh në Malzi, pa ditur se çfarë ndodh në Kosovë. Në Serbi, në Greqi, në Itali, në Turqi. Po mora këto që janë me vatra shqiptarë. Ungari, duhet gjithë Ballkanit të dish çfarë bëhet, Bullgari. Po dite, sepse ke deduksione. Unë për shembull kur ju them njerëzve që optika ime që Edi Rama i them ka vetëm një model se si mund të largohet, është rasti i Gruevskit. Më kundërshtojnë, i them është deduksion. Unë nuk kam fakte që Edi Rama do përfundoj si Gruevski. Por njerëz që përthithin pushtet politik pa mas,
Po të shikojmë Gruevski në të Se Gruevski është i sulmuar dhe i shpëtuar. Ti tash e quan Ramën që mund të përfundoj dhe i sulmuar dhe i shpëtuar. Jo, unë them apo e kanë në pikpamjen e sulmit. E sulmit. Për të shpëtuar, zor se shpëton. Nuk e di unë, domethënë, nuk them për të shpëtuar sepse unë mendoj që një politikan i suksesshëm do duhet ta lej vendin me dinjitet. Nuk duhet të ndiqet edhe të, për shembull, Sarkozia që sot ka kërkuar liri me kusht se ka një familjar rënd. Unë nuk mendoj që Sarkozia në atë librin e madh të Francës është një figurë me pastërti, ka ikur me shenjë. Dhe unë mendoj që suksesi një politikani dhe se çfarë lë pas, si emër, si trashëgimi, në qoftë se duam ta kuptojmë politikën si një vend për hajdut, atëherë mund të themi që ka vjet pafund edhe kanë bërë pasuri pafund. Në qoftë se e kuptojmë dhe e shikojmë në koncepte shtetformuese, dhe se çfarë lë ti pas është një politikan i cili nuk ka punë me drejtësinë. Pra është një politikan i cili ka lënë një vepër të mirë. Kemi 2-3 shenja që mund të them që po, gjatë kohës së ky qeverisi bëri këtë për vendin. Po nëse ne nuk i kemi këto, ai mund të marrë lavdi sa do, lavdi 50 vite e mbajti Enver Hoxha pushtetin. Por asnjëri nuk e kujton për mirë. Ka vetëm disa nostalgjik, po në çdo vend ka minorancë. Po pasuri s'mori e meri. Pasuri nuk mori. Shiro, ke obori ti është ndërtuar një pallat, aty ku ka qenë VIP-i, tash po ndërtohet pallati i dytë ku ishte parkingu. Po. Dhe unë kam dëgjuar që ne xhmia i ka thënë dikur Enverit që si do t'ja bëjmë t'i kalojmë tokat në emrin tonë aty. Dhe Enveri i ka thënë dëgjoj, këto janë pronat shtetit dhe kujt e lë shteti ata do t'i mbajnë, nuk janë pronat tona. Dhe në qoftë se një ditë do të largohet ky sistem dhe do kthehet sistemi me pronë private, këto toka këtu dhe këto pasuri mund t'i marrin ish pronarët, ka thënë. Kupton? Dhe nuk ka bërë asnjë përpjekje, madje edhe hipotekat nuk i prishi. Po i prishin këta të tjerë hipotekat. Më kupton? Dhe të themi të vërtetën, fëmijët e Enver Hoxhës sot nuk gëzojnë asnjë gjë nga unë fola për vepër politike, jo se ka vjedh prona dhe siç e kanë bërë këta me flasin për vjedhjet, këta janë të papërmbajtur. Jo të papërmbajtur, këta nuk ka zot që t'i ndali, domethënë. Këta është fiks nuk ka zot që t'i ndali sepse janë bërë të pangopur. Shiko çfarë ndodh me kadastrën e Vlorës, 6 muaj largohet. Ra në sy sot dalja e kësaj Belinda Ballukut bashkë me Ramën në mënyrë demonstrative në bulevard para kryeministrisë, hyn bashkë dorë për dorë, ishin në një krah për krah, dorë për dorë, ishin në një takim sot në një diskutim lidhje me çështjet e energjetikës. Sepse ajo mbajti dhe fjalim aty, megjithëse ka kallëzim nga është akuzuar. Është marrë pandehur. Po, është marrë pandehur. Pavarësisht në gjendje të lirë, Rama nuk po e shkarkon nga pozicioni i saj. Flitet që Balluku i ka bërë presion Ramës që për një ser akuzash për të cilat ajo rëndohet, janë kryer veprimet me urdhrin e Ramës. Si e shikon këtë situatë, këtë familiarizim të madh? Kur ishte në Angli, Rama tha drejtësia ka punën e vet, ne kemi punën tonë, pra duket sikur e flaku në dhembët e spakut Ballukun. Mirë po tash shohim që ka një ndryshim. Njëkohësisht ka një testim nga këto institucionet private amerikane që bëjnë këto exit pollet, dhe brenda antarësisë së Partisë Socialiste ata kanë parë që ka një rënje të figurës së Ramës për shkak se e akuzojnë si komplotist dhe bashkëpunëtor me sistemin e drejtësisë për të goditur njerëzit rreth rrotullit të tij, që në fund kur Rama të mbyll karrierën si kryeministër, për të gjitha aferat që janë bërë gjatë kohës së tij, të ketë nga i përgjegjës dhe Rama të dalë i pastër. Po sepse ka kohë që sfirmos më vetë Rama.
Edhe Por i këta e bënd edhe nanoja me Namik Doklen, vitin e fundit kur u zgjot kryeministër, quri zgjot, dhe unë çuditem, Rama e ka bërë dhe me këtë zëvendës kryeministrin që kishte këtë Ahmetajn. Jo, këtë Braçën. Po, me Braçë ai ka hedhur shumë firma për Ramën. Ka edhe shumë firma fare. Insenatorët më duket se mundohet që Braçja dali si zë opozitar, po ka firmosur shumë dhe unë kam informacion. Dhe situata mbas kthimit të Ramës nga Londra dhe presionit që ka bërë Balluku, presioneve të ndryshme që ajo ka bërë, sepse Balluku është sportiste që dita mbaj mirë palezhën dhe ka shumë mjete për ta sulmuar Ramën dhe nuk e dim si e shikon ti, a do të ketë një përleshje midis SPAK-ut dhe kësaj sfide që po i bën dyshja kryeministrore, domethënë dhe zëvendës kryeministrore, dhe tjetra, pse ka ardhur para se të fillonte të thirreshë Belinda Balluku, ai përfaqësuesi i lartë i Shtetit. Do ta them këtë, jo, ka qenë në njëjtën ditë, por këto ditë në informacionet që unë kam, pritet që të dalin disa emra të tjerë non grata. Dhe pritet që të jetë për një ish-ministër shumë të rëndësishëm pranë Ramës. Duket sikur loja ka ndryshuar, pra stuhia politike që vjen me dallë ndërkombëtare, duket se po mundohet ta çojë Ramën në shteg. Por s'ku mos mjafton vetëm për Ramën, por po mundohet të çojë edhe Berishën në shteg. Berishën sa më shumë po i vjen, kemi 21 janarin që do të rritet të premten, një çështje shumë sensitive e ndjeshme. Për të cilën ambasadori amerikan e quajti burr shteti? Po, e quajti burr shteti. Ka qenë Arvizuja në atë kohë, mos gaboj, apo Withersi. Kush ka qenë nga këta dy, se duket Withersi ka qenë. Më vonë erdhi Arvizuja, mos mbaj mend. Withers ka qenë se Arvizuja ishte kur përveshi mangët që ishte në Bashkinë e Tiranës. Në këtë panoram duket sikur valët ndërkombëtare po tentojnë ta plasin në cep. Në anën tjetër, Edi Rama të vetmin aleat sot për sot që ka për t'i bërë ballë këtyre zhvillimeve Sali Berisha. Jo se duan, por se janë të dy në të njëjtin varg. Dhe në këtë varg, kjo valë po erdhi mund t'i rrëzojë të dy, se pora njëri bie dhe tjetri, disbalancohet varka. Dhe në këtë kontekst, në këtë ngjarje, duhet kuptojmë që ajo se çfarë po ndodh brenda SPAK-ut përbën një mister, po shumë me interes. Nuk ishte rastësi që zëvendësdimës amerikan i shtetit erdhi dhe takoi ditën që zonjës Balluku ju komunikua akuza. Ka ardhur ka takuar zotin Dumani. Po Belinda është non grata në Shtetet e Bashkuara? Jo, për momentin jo. Non grata. Jo, deri tani në informacionet që kam unë, në disa portale është një ish-ministër Fredi që është shumë i fuqishëm. Domethënë ka qenë i fuqishëm. Edhe është këtej. Duhet ta kesh parasysh ti, flitet që ka pasur lidhje me bandat kriminale ky ministër, është i përfshirë në shumë është nga Shqipëria mesme. Kështu që për atë flitet që ai do të jetë një emër që do të bëhet publik së shpejti. Madje pretendonim që mund të ndodhte sot, po deri tani s'ka ndodhur asgjë. Por ne po presim ditë pas dite dhe pritet që SPAK-u të bëjë aty goditje një majtas edhe një djathës. Të këtej djathës është niveli i lartë politik. Në këtë panoram duhet kuptojmë që Edi Rama apo zonja Balluku nuk ka vepruar vetëm. Që kur është bërë zëvendës kryeministër, paktën ka 4 vitet e fundit Edi Rama i ka deleguar firmat. Por Edi Rama apo zonja Balluku nuk ka firmosur asgjë vetë. Në kontekstin firma e saj është, por urdhri ka qenë nga kryeministri Rama. Ka qenë zoti Ahmeta, i cili ka qenë numri 2 i qeverisë dhe ka folur për këtë aferë. Për këtë aferë, cila dhe një gjë tjetër na bëri përshtypje Fredi, që askush nuk e dinte që në SPAK zonjën Balluku e kishte kallëzuar Lulzim Basha. Për një njëjtën aferë, ne nuk e dinim dhe mbi atë kallëzim SPAK kishte nisur hetimet. Në këtë zhvillim, në këto ngjarje, duhet kuptojmë që ajo se çfarë do ndodhi tani.
a do mundet zonja Balluku t'i shpalli luftë Ramës? Duhet kuptojmë që zonja Balluku sot e ka një grup parlamentar rreth vetes. Sepse vetë zoti Rama, ai ka deleguar pushtet, aja ka marrë vetë pushtetin zonja Balluku me mekanizma të tërthort. Kjo është një pikpyetje e madhe. Por ajo që dim ne është që sot zonja Balluku ka valencë. Dhe e dim që çdo dikaster që ajo ka drejtuar, e ka drejtuar me dorë të hekurt. Por në këtë mënyrë veprimi apo në këtë mënyrë ngjarje, edhe përgjimet që dolën për shembull për Erviz Berberin kur ishte emëruar, kuptohet që zonja Balluku fliste me kryeministin Rama për ta emëruar Erviz Berberin. Prandaj në këtë panoramë, unë mendoj që zonja Balluku nuk është si Erion Velia dhe si Arben Ametaj. Nuk zgjedh të largohet. Pra zonja Balluku në optikën time po i thotë Ramës, por a shumë do të marrë me vete. A e ka fuqinë ta bëj? Në këto momente, unë mendoj që po. Qofse zonja Balluku flet, dhe nëse zonja Balluku shikon që pozitat e saj rëndohen, atëherë Rama do të jetë i kushtëzuar. Edhe fakti që këta flasin për senate, që kërkohet një negocim Berisha-Rama, Dhe në vitin 2040 duan të bëjmë planin të ndajmë pushtetin. Të ndajmë pushtetin, por nuk është vetëm për ndar pushtetin, se këta po kaluan me plane do ndryshojnë dhe pushtetin. Rama kërkon të bëhet nga 2007 14 vjet president, 2 mandate nga 7 vjet. Qofse arrin të bëhet president, Fredi, për mendimin tim opozitarizmi në Shqipëri ka vdekur. Nuk ka më asnjëri mundësi që të ndryshojë gjë. Atë do ta mund unë si president, ti e di që unë kam shpallur kandidaturën. Po do jesh ti për president, se unë për president votën për ty do e jap. Po ti jetë vot nga populli, po do jetë vot nga populli, mor Fred, ti e shikon çfarë po bëjnë këta. Jo, po ti jetë nga parlamenti, unë jam si tim kandidat. Po çfarë do bëjnë? Po ti jetë nga populli. Po ti jetë vot nga populli, votën time e ke, po ta them këtu publikisht. Po do bëhet president me ekstra fuqi, me fuqi të mëdha, dhe nuk mund ta bëjnë nga parlamenti me shumë të thjeshtë. Tani nuk e di si do e zgjidhin këta. Se tërbota si zgjedh presidentat e fortë me parlament, i zgjedh nga populli. Kuptohet. Dhe në këtë panoramë, Fredi, këta duan të ndryshojnë kushtetutën që të prekin spakun. Pra vetë kryeministri Rama sot që doli nuk ka hallin e një senati e 2 senati. Këta kanë gjithë me rakun si të godasin spakun. Edhe si të futën në senat që të shpëtojnë. Po që të shpëtojnë, por dhe pasi të mbyllin karrierën, të rinë edhe një 10 vjet në senat aty. Dhe gjithë thelbi është që amerikanët, pavarësisht se këta krijuan fabula jo ikën nga spaku, jo se janë më, jo e braktisën, janë rikthyer prapë aty. Dhe ky është ajo ngërçi tani që edhe sot kam pasur përsëri takim kokë më kokë me kandidatët që do garojnë për të zvendësuar zotin Dumani. Kështu që panorama nuk është kaq e thjeshtë më, sepse sa po vjen dhe laku po ngushtohet. Nëse këta arrin dot pastaj Fredi që me intriga politike, puçe, marrëveshje i shpëtojnë kësaj, pastaj këta do të jenë zotët e politikës dhe zotët e drejtësisë. Sepse këta 35 vite këtë gjë bën. Më thënë, 35 vite në asnjë vend normal nuk mund të jenë kryeminist, president, edhe ish president njëjtit njerëz. Këtu zvendçoni njëri tjetrin, gati njësoj si Putini me Medvedevin që tani do bëhem unë kryeministër, ti bëu president. Erdogani. Edhe Erdogani, po them Putin dhe Medvedev ishin një situatë sepse këta luanin dhe me kurse Erdogani ka thënë unë e pik. Kurse këta i ndronin, herë Medvedevi, herë Putinin, herë një tjetër, sa e bën domethënë pushtetin këtu, dhe ajo që të bën që të analizosh të ngjarje është që këta i lithi njëjtë jall. Problemi që ka nga spaku, sepse këta të gjithë bën jetë luksoze. Të gjithë kanë biznese me prestanome, të gjithë këta që janë politik marrin tendera me njëri tjetrin, mbyllin marrëveshje, pra nuk janë këtu PDPS. Këta janë një establishment që s'duan të rrëzojnë status quo-n e tyre. Dhe po të shikosh, Fred, njësoj si këto perdet që ke ti, këta dhe kur vëna një djalë të ri, e zemë rastin tim, po të më marri mua të vendosin, pas perdeve të zeze janë disa duar tjera cilët i komandojnë veprimet e mia. Dhe prandaj duhet thyer status quo këtu, dhe prandaj duhet një drejtësi e fortë që t'i nxjerrë jashtë loje. Dhe ky është dhe koncepti i spakut. Pra, këta ndërkombëtarët duan të prodhojnë në Shqipëri shkatrimin kreativ. Edhe pse ne vetë nuk e kemi pak, ne duhet ta kultivojmë si shoqëri zërin kritik, por nuk do të thuash pak e vështirë. Por ata po mundojnë me këto mekanizma duke ditur që neve
nuk kemi zë kritik shumë si shoqëri, ja me pikatore njerëzit që flasin kundër sistemit, kështu që ata mundohen nëpërmjet drejtësisë të Fredit të ndodhi ky ndryshim status quo që këta të ikin dhe mos kenë më punë ose mos ta lënë ato të trashëgojnë si monarki familjeve tyre partitë politike. Si e mendon ti, Ermal, ardhja e këtij amerikanit, vendës sekretarit amerikan të shtetit, ndihmës vendës sekretarit. Në një kohë që po flitet që këta do bënin një marrëveshje 15 vjeçare, ardhja e tij dhe thirrja e Berishës tash me një tjetër çështje në SPAK, mbas çështjes pronave të klubit Partizanit që ka qenë deri tash i akuzuar. Si mendon ti mund të ketë në një objektiv amerikan që këta të dytë mos i lejojnë të komandojnë politikën shqiptare? Unë kam qenë të paktën që në momentin që kam dalë në media dhe kam bërë një qëndrim publik, po them se duke atashuar qëndrimet apo mendimet e mia, kam menduar që amerikanët me këta të dy i kanë mbyllur raportet. Pra kur themi i kanë mbyllur raportet për shkak se po të shikojmë në çdo moment këta janë munduar ta mbajnë pushtetin e tyre politik me metoda të cilat nuk janë demokratike. Dhe mendoj faktin që Zoti Berisha u shpall non grata ishte për të dhënë një mesazh që se ati i shpallën gjithë familjen, për të dhënë një mesazh që ti nuk mund ta trashëgosh Partinë Demokratike. Më pas fakti që Edi Rama ka kohë që nuk udhëton më Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duket që fakti që sa herë ka pasur vizita të rëndësishme e kanë shmangur klasën politike dhe Edi Rama dhe kanë takuar vetëm funksionarët e SPAK-ut, faktin që dhe kur Edi Rama luante për të matur temperamentin se si do të veprojnë, në qoftë se e mbani mend protestën e Velia që u rrethua SPAK-u, edhe që ai binte tavolinës pa me grusht aty që gjëja ishte e mërzitur. Ti e pe çfarë reagimi patën ndërkombëtar dhe në këtë pjesë Rama vet është një njeri i cili dhe atit mos në anglisht, mos në një gjuhë tjetër i kanë thënë që ti nuk duhet vazhdosh më. Dhe fakti që ai tenton tani me çdo mekanizëm, sepse duhet kuptojmë një gjë, Fred, po të shikosh Edi Rama në këtë moment që është sot, i ka gjithë bashkëpunëtorët pas sekurave. Pra, Edi Rama e ka rrethuar veten me mëkatar. Dhe Edi Rama nuk mund të jetë ëngjëll në një fushë ku ka vetëm mëkatar. Pra, parajsa nuk ndërtohet me... Si ka mundsi mund të jetë naiv ky Rama që i ka pasur gjithë ta, si ka kuptuar SPAK-u pastaj. Ky i ka ditur rëngjë. Unë kam kuptuar një gjë, megjithëse kjo Belinda është thirrur para zgjedhjeve disa herë në SPAK, megjithëse Erion Velia i thirreshë në SPAK, ai përsëri vazhdonte mbante komunikime me këta dhe shumë kandidat të përfolur që ka pasur jo për deputet, jo në qeveri, ky përsëri ka vendosur duke bërë sfidë SPAK-ut. Është naiv ky Rama, mos si e mendon ti? Apo është krye dardhari ky që këta janë dardat e jedhin e këtij ndonjë dard? Tani kjo që the ti ishte shumë e bukur, krye dardhari. Në atë ritëm mund të shkoj ajo, se bën simfoni si tok fjalësh. Në politikun kam kuptuar që vetëm naiv nuk ka. Mund të ketë shejtan budallënj, mund të ketë njerëz cilët janë diabolik apo të lig, mund të jenë njerëz cilët janë pragmatist, por vetëm budallënj dhe naiv nuk ka. Për shkak se aty po ishe naiv dhe këtë ta them nga eksperienca ime, digjesh. Më thënë, në qoftë se ti ju beson atyre që ke përballë, ti atëre pastaj je i djegur. Edi Rama... Këta bëj muhabet dhe me njerëz, unë se thonë ndonjëherë, thonë, ky për ndonjë që është ngritur lart. Budalla, si është ngritur? Po së ngrihet dot budallaj në nivelet larta. Se nuk ka arrin dot ta kuptoj. Se që të vesh atje duhet luash sa lojra shau, ti mundesh ata kundërshtarët derisa të arrish atje. Nuk janë budallënj, mos i nënvlerësoni kot se atëre juve ju kanë mundur sa budallënj, po ju mundin apo ju shfrytëzojnë. Po s'është kështu. Juve ju mundin sa shahid shumë të mirë dashun. Po që janë të këqinj, që nuk e prasin mendjen për juve. Kjo është dhe janë të pangopur, kupton?
Rama i pangohur me pushtet, ka qenë në 98-ën në drejtimet larta, ministër, kryetar bashkie, kryeministër në opozit, kryetari PS si opozitës, pas pak vite, pasaj kryeministër 12 vjetë, sa ju bën dashit? Që më 13 vete 16 vite tani. 13 vjetë. 13 sot, po mandatin e ka deri në 2029. Po ja, 27-ën ikën ai qofse s'ka përfunduar në SPAK. Në 27-ën vete kryeminist, kështu president. Do përpiqet dhe do ta mundit unë, kështu e kemi. Kështu e kemi. Kështu dhe do ta mundë ti në sigurt që do ta mund. Fredi, unë kam thënë votën do ta jap ty, po e bëj publike, s'kam brasi vot publike. Shiko, unë nuk dua një vot nga ty, unë dua 10 vota. Po, unë them... Shiko si do jetë politika ime, që ta dish. Unë do mbledh 100.000 veta në tërë Shqipërinë, që do t'i bëj antar të klubit Alfred Sako president. Po. Dhe unë s'do kërkoj as një fond, as një ndim, as një lek. Vetëm këtyre 100.000 vetave që do regjistrohen, do t'ju kërkoj të më bëjnë nga 10 vota. 10 vota. Po më bëjnë ka që thjeshtë skema, a i do bjerë. Këtu t'ka folur eksperienca politike. Por, se 100.000 veta nuk është problem t'i bëj një kandidati fort për balë prezident, apo jo? Jam shumë dakord. Edhe 10 vota nuk është e vështirë t'i bëj një njeri, se ne do afrojmë njerëz në ky 100.000 janë njerëz me influencë në rrethet shoqërore, në rrethet familjare, nuk do afrojmë njerëz më kupton. Dhe është e sigurt që të paktën 10 vota do t'i japin, me 1 milion vota deri president. Ne do vlerësojmë, ne do vlerësojmë çdo vot. Dhe ta dish që po ngela unë dhe unë do të kem, do më prezin në shumë vende, për takime institucione dhe kancelarit të rëndësishme, kurse këta s'do t'a pres asnjëri. Vetëm në këto vendet e këtyre ku komandojnë këta reptilianët, më kupton, as në Itali s'kam për t'a pritur, as në Shtetet e Bashkuara, mund t'a pres ky Macroni, nderna le të veke, kupton? Dhe ky do të cënohet rëndë në imazhin ndërkombëtar me mungesën e frikshme të takimeve gjatë kohës që do rregullohet kodi zgjedhor dhe që unë do shpall kandidaturën, unë e kam shpallur që tashi. Po vetëm në qoftë se ky ndalohet nga SPAK-u dhe kërcënohen të dy për të mos bërë marrëveshje për të qeverisur Shqipërinë edhe 15 vjet, atëherë këta mund të ndalin dhe procesin e ndryshimeve kushtetuese. Dhe do të vazhdoj me president si ky. Atëherë unë nuk do të jem kandidat. Po në qoftë se ky do të jetë edhe pak kohë dhe do vazhdojnë të bëjnë këto ndryshimet dhe vendosin që presidenti duhet nga populli me kompetenca të mëdha, nuk diskutohet që unë do jem kandidat. Dhe në qoftë se PD-ja ve kandidat tjetër, do të thotë që këta janë bashkë dhe nuk do mbështes kandidaturën time, që unë jam themeluesi PD-s, jam kontributor i vjetër, ish deputeti të Djathës, kam dhënë kontributet shumëta si botues, si njeri i letrave dhe i medias të shkruar, ku kam spikatur me shkrimet e mia në për gazetat kryesore të vendit me shkrime editoriale dhe jam i panjollosur dhe i pacënuar në të gjitha drejtimet. Edhe nuk mund të ketë asnjë drejtues në PD që të edhë gur mbi figurën time. Qofse ata do të edhin gur mbi figurën time, që kam mbajtur një qëndrim të paepur kundër diktaturës botërore, të shëndetësisë gjatë viteve 2020-2025, duke rrezikuar ashtu si shumë njerëz tjerë që pësuan si puna ime në vendet ndryshme të botës me jetë, edhe unë kam qenë i rrezikuar me jetë në shërbim të njerëzve dhe kundër gjithë mafjes shëndetësore botërore. Dhe PD-ja të guxoj të vendosë një kandidat tjetër, do të thotë që këta janë bashkë. Dhe që këta janë bashkë, Fredi, ti e ketë konfirmuar tash. Dhe po u bëm bashkë me kandidat tjetër, prapë ne do t'i mundim të dytë bashkë. Këta bashkë janë tani. Ne kemi parë, kemi kuptuar që këta janë bashkë. Këta bizneset i kanë bashkë. Dhe unë do kandidoj vetëm një mandat. Edhe sikur do më thënë të fitoj, unë edhe sikur ta kem sigurt mandatin e dytë, unë nuk do kandidoj me mandat të dytë. Unë do mbështes në atë konjunkturën që do të krijohet pasi të përfundoj mandati parë i presidentit. Unë në qoftë se do mbushet mendja, do mbështes një figurë. Ata që më duan mua,
le të votojmë. Fredi, unë di të them vetëm kaq në optikën time në ngjarjet që si shikoj, këta bashk jam, tani ja bën mu. Jam bashkë sepse i bashkon halli, i bashkojnë interesat ekonomik dhe i bashkojnë qëllimet që duan ta trashëgojnë pushtetin politik. Pra nuk duan ta lënë. Dhe këto 3 pika më mjaftojnë mua në deduksion për të kuptuar që këta janë bashkë tani. Se nuk ndodh, Fred, unë kam thënë shpeshherë, nuk ndodh që një kryetar opozite, edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të asaj se çfarë ka bërë. Tani krijoi fabulën ma bëri non gratën Sorosi. Irak jo. Erdhi Trumpi, as s'po ndryshon për non gratën. Do hap Partinë Demokratike, as nuk e hapi Partinë Demokratike asgjë. Do hym në zgjedhje për 6 muaj do rrëzoj Ramën, as e rrëzoj asgjë. Për çfarë i sot Berisha, kryet Partisë Demokratike? Se asnjë prej këtyre nuk po e përmbush. Dhe mua më duket që Edi Rama e ka marrë apo e ka blerë me clearing Sali Berishën. Dhe në këtë kontekst, këto janë shkëmbimet e clearingut. Pra unë, biznesmenët i kemi po bashk, vendimarrjen politike kemi po bashk, hallet me spakun i kemi po bashk, sa ata do të vinë do të cënojnë ty, do më cënojnë mua, ti shikoj edhe çfarë ndodh. Ne kemi një president i cili në fakt nuk kam parë kurse ai president. Në optikën time, ky është presidenti më i dobët që mua më kam parë syt. Mund të jetë njeri shumë i mirë, por kjo nuk ka lidhje se neve edhe për shkak se Shqipëria është një vend i vogël, edhe kur na dëgjojnë miqtë tanë na thonë, po ju ai është njeri shumë i mirë. Mund t'i marrim djalin për çupën ose çupën për djalin, të bëjmë krushizë, është buri mirë. Po ne na duhet president, ne flasim politikisht. Ne flasim për çështje thelbësore që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e këtij vendit. Me jetën është duhet. Sot tani na ka thënë ne flasim, na takojmë, po pse fole kështu se ne e njohim është burr i mirë, po nuk po flasim. Burr i mirë. Ne nuk po shpifim. Ore ne nuk po shpifim, nuk po shajm, nuk po akuzojmë, ne po bëjmë një analizë. Analiza është e tillë. Kur ti shikon që presidenti i vendit, i cili duhet jetë mbi palët, zgjedh jetë thjesht një nënpunë si Edi Ramës, atëre këtu janë problemet të mëdha. Të shtoj keq me çështjen e Tiranës, me kushtetues. Bëri dekret për zgjedhjet në Tiranë në një kohë që çështja ishte shqyrtuar në gjykatë. Mbajtur as këshilltari i tij, as si përgjithësi. Nuk e di ma ka këshilltar. Ka Rusmailin. Iku nga KQZ-ja Rusmaili, vajti te presidenca, se këta kështu vjen. Prandaj them këta janë bashkë. Vetëm këta i kanë postat. Por Rusmaili në fakt tash është tamam aty ke vendi vet, ke ana e vet, ke krau i majt të ande. Se te i majt i ka qenë? Pa i majt dhe si a i... Se nga që Berisha bëri ministër atë kohë. Baban e ka pasur kryetar të komitetit ekzekutiv. Po ka që vjerin drejtor të sigurimit shtetit. Po ka që lidhur ky Berisha me këta? Po Berisha tash. Berisha tha bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës. Ajo ka qenë masakër. Si Rusmaili dhe Edi Rama që kanë lindur afër bllokut, edhe ne që kemi punuar në miniera që 17 vjeç, unë se ti se ka arritur atë kohë, ke qenë i vogël. Unë jam brezi 9 vjetës se këtej. S'më shkonja në shkollë të lartë me njerëzit e familjes time të persekutuara në përburgje. Ai tha e me një lloj, tha, si këta edhe ne, tha, edhe Sali Berisha, sekretar partie, doktor, ne jemi një lloj, tha, të gjithë, tha, jemi bashkë fajtor. Po çfarë fajtor ishim? Çfarë faj kisha unë, tha? Ata ishin fajtor. Pa po është e vërtet. Çfarë vuajtës ishin ata bashkëvuajtës? Asnjë vuajtje më ata kanë pasur gjithë mirat e sistemit. I patën i trashëguan te fëmijët e tyre, po të shikosh postat më të rëndësishme edhe vet ata i kanë pasur. Kjo është fatkeqësia e këtij vendi. Shtetin ekonomik nëpërmjet ish sigurimsave dhe fatkeqësia e këtij vendi. Qoftë kur ishte PD-ja në pushtet, qoftë kur ishte PS. Po janë njëjtë emër, janë njëjtat poste, ata i kanë, ata i qarkullojnë. Qarkullim këtu nuk ka ndodhur qarkullim elita, ashtu ka ndodhur qarkullim postesh brenda establishmentit dhe ky është problemi sot pse shoqëria shqiptare ka një degradim mental dhe social për shkak se struktura politike ka deformuar strukturën ekonomike dhe strukturën sociale. Gens Ruli, po. Domethënë që dihet çfarë origjinë ka komunistësh, ministër i rëndësishëm i Partisë Demokratike.
Besnik Mustafaj ka qenë njeriu më i afërt i Nexhmia Hoxhës bashkë me Fatos Kishte Mama. edhe një vepër për të bërë ai, po që se nxoja Selimin. Dhe që ishte shefi përgjithshëm, në mos gaboj, të Komitetit Qendror, që vetëm zyra e besnikut të partisë nuk lejoheshe të përgjoheshe, që ishte Hysni Kapoja, dhe pastaj gjitha dhomat e tjera përgjoheshin me përgjus nga njerëzit që komandonte besnik Mustafaj dhe në Komitet Qendror. Tashi si mund të djathtë i djathtë dhe ke po dhe të tjerë, shumë të tjerë. Po shumë vërtet. Atje në Partia Demokratike të opozit Bari Berisha, e cila ishte edhe pasojat i ke tani sot që ndodhi kjo gjë që çfarë ndodhi, kështu që është e pritshme. Po në lidhje me zgjedhjet në Kosovë dhe në Maqedoninë shkurt pak fjalë. Si lexon në Maqedoninë votat përgjithshme, se këto janë paralajmërime, në Kosovë do bëhen zgjedhjet përgjithshme. Në Maqedoninë të Veriut është një politikan i cili në fakt po merr vëmendje Alfred Izzet Mexhiti. Juria sa kemi? Po, në rregull. Izzet Mexhiti po merr vëmendje në Maqedoninë e Veriut, ai po drejton Vlen. Mori bashkinë e Shkupit apo komunën e Shkupit, Çajirin, që i thon në ata shqiptarët. Po, shqiptarët. Duhet kuptojmë që situata politike, për shkak se prej 20 vitesh aureola e Ali Ahmetit është e padiskutueshme në Maqedoninë e Veriut, ka qenë njeriu i cili është njohur edhe për shkak të kontributit të tij të madh në luftë, por më pas dhe mënyrën se si ka udhëhequr transformimet demokratike apo sociale në Maqedoninë e Veriut, por që qeverisja e tij në fakt duhet jemi koshient dhe duhet ta themi, sepse duhet ta ndajmë Ali Ahmetin e UÇK-s me Ali Ahmetin e politikës. Qeverisja e tij pati probleme të mëdha korrupsioni. Dhe kjo solli një tkurrje. Sot Izzet Mexhiti është një prej njerëzve Alfred i cili ka sfida të mëdha. Ai për momentin drejton koalicionin atë lëvizjen Vlen. Si thot Churchilli, kush di të bëj luftën nuk di të bëj paqen, dhe kush di të bëj paqen s'di të bëj luftën. Po. Pra edhe me shiko, ka qenë një histori, është një histori e bukur në Bibël, kur mbreti Samuel në kohën që Davidi vravi Goliathin fitoi luftën, Zoti i çoi vajin për të lyer, për të mirosur Davidit, dhe Samueli i doli Zoti dhe i tha, Samuel tha, koha jote mbaroi, tash në krye tha të ebrejve do të vi Davidi, kam zgjedhur Davidin. Ky u ankua, tha, o Zot, tha, pse më more me sy të keq, çapate, tha, unë i zbatova gjitha porositë tua, tha, dhe ne fituam, tha, në luftë. Tha, jo, s'kam gjë me ty, tha, po ty të kisha zgjedhur për luftë, tha. Ai që bën luftën se bën dot paqen. Davidin e kam zgjedhur për paqe. Kupton? Dhe këta që bëjnë luftën dhe duan të bëjnë dhe paqen, këta në fund e mbyllin me dështim. Po, sepse në thelb nuk e arrin dot, domethënë për shkak të natyrës si kanë. Duhet i ndash. Ata që bëjnë luftën me sukses, që janë të rrallë si De Gaulli, që bëjnë edhe paqen ose si Kemal Atatürku, ata quhen burra shteti. Po. Sipas përcaktimit që ka Klausevici. Po. Klausevici thot, burrat shteti quhen ata që janë suksesshëm dhe në luftë dhe në paqe. Ai për shembull quante burr shteti Frederikun e Madh të Prusisë, Karl von Clausewitz, sepse Frederiku i Madh i Prusisë ose Frederiku i dytë bëri luftën 7 vjeçare kundër 3 tigreshave që quheshin në atë kohë, në vitet 1740 e sa, luftoi me Katerinën e Rusisë, luftoi me, edhe kishte aleat vetëm Anglin, luftoi me këtë
mbretëreshën britanike, që s'po më kujtohet emri tash, dhe luftoi edhe me perandoreshën e Austro-Hungarisë. Dhe i mundi të treja në 7 vjet, këto kanë pasur nga 70.000 ushtarë në zonën e Prusisë, të Gjermanisë jugore dhe lindore, kanë pasur 7.000 ushtarë, 70.000 ushtarë, 50.000 ushtarë, 60.000 ushtarë, për 7 vjet në teren për të shkatruar ushtrim për 40.000 ushtarës që kishte Frederiku i Madh i Prusisë. Dhe Frederiku me ndihmën e Anglisë, me ndihmën ekonomike, sepse Anglia gjithmonë nuk lejonte që të binte Evropa në një dorë. Dhe ndihmovi Frederikun që ishte mi dopti, financiarisht dhe ekonomikisht, dhe Frederiku i mundi këta. Dhe prandaj Karl von Clausewitz, autori i librit të madh mbi luftën që e kam botuar unë, Clausewitz e quante një nga madje ti duhet i bësh dhe një thirrje qytetarëve për te panajiri për librat e tu, se je modest. Po, panajiri, ti bësh modest. Faleminderit që më ashtu, kam do më falësh Ermal. Po jo, prandaj thash vetë se ditën e mërkur fillon panajiri. Elga Secrets si shtëpi botuese reakcionare që luftohet nga ata komunistët që drejtojnë atje, si gjithmonë në kat të dytë kemi disa libra shumë interesant, kemi librin Rënia e Perëndimit të Oswald Spenglerit, librin e plot, kemi librin e David Livingstone, Terrorizi ushtar dhe bardh, që është me 3 vëllime, ne do nxjerrim vëllimin e parë, po që është super libër që tregon gjithë historinë e shoqërive sekrete e grupeve të vogla etnike, ezoterike, okultiste, të cilat janë përpjekur të dominojnë në rajon, sidomos një grup etnish të cilat, fisesh të cilat kanë qenë në Azinë e vogël, sidomos në pjesën ku sot ndahet Turqia me Sirin, ku ka qenë Kilikia dhe Paflafonia dhe disa vende të tjera ku grupet vogla etnike janë organizuar në mënyrë sekrete dhe shumë urdhra të sotëm që nga Rozikrucianët e tjerë, urdhrat kalor si Maltës, urdhrat tjerë ezoterik, këta templarët janë mbështetur edhe nëpërmjet disa urdhrave të myslimanëve të cilët kanë marrë ezoterizmin dhe ritualet e këtyre grupeve, dhe është një super libër, një nga librat më të mirë që unë kam lexuar dhe që duhet ta merrni. Terrorizi ushtarët e bardhë, është një libër që se lëshon dot nga dora. Kam dhe një libër 200 vjet bashk, kështu është edhe kopertina, e kuptoni ju, bashk. Çifutët dhe rusët. Është një libër i shkruar nga Solzhenitsyn, ku analizon të gjitha konfliktet dhe mënyrën e ekzistencës të qifutëve brenda një shumice të madhe, qifut të lindjes të Rusisë, të Ukrainës, të Polonisë, kryesisht, dhe tregon se çfarë ka ndodhur midis tyre, si janë fuqizuar për 200 vjet qifutët, duke shtenë në dorë një pjesë të madhe të ekonomisë, por mbas revolucionit tetorit dhe të politikës nëpërmjet partisë bolshevike të Rusisë, ku ata fituan të drejta dhe pasuri të mëdha. Janë disa libra që kemi dhe libra të tjerë, kemi libra historia e ekonomisë, ekonomiksit, dhe janë një libra të cilat janë shumë interesante dhe të rinj dhe që ja u rekomandojmë që t'i merrni krahas librave të tjerë të vjetër të Helga Secrets, të cilat janë super libra dhe që ata që na ndjekin prej vitesh e dinë. Po Ermal, më falë se vete ke fajin që më kujtove. Jo, ta kujtova. Unë e kisha harruar, po bëra mirë që ja kujtova. Madje ditën e mërkur deri ditën e diel në Pallati Kongreseve. Madje unë do vi vetë blej një prej librave që ti përmande, kështu që do ta bëj dhuratë. Jo, e kam për kënaqësi. Do të ndaloja pak tek Izet Mexhiti, duke qenë se ka qenë nënkryetari i BDI-s. Edhe ai u shkëput. Tashmë sfidat e Izet Mexhitit lidhen me faktin që ka përballë Mickoskin, një parti dhe një politikan i cili për momentin nuk duket kaq politikan i paqt. Kemi parë dhe kemi
treguar që historia politike e Maqedonisë Veriut shpeshherë ka nuanca përplasje. Këtu do jetë aftësia e Izet Mexhitit, pra këtu fillon sfidat e tij tani, për ta njohur dhe për ta kuptuar, sepse ne në Shqipëri jemi njohur vetëm me Ali Ahmetin, në fakt. Ai ka Izet Mexhiti është një sponsorizim i Albin Kurtit. Ka qenë mbështetje Albin Kurtit, por ka qenë nën kryetari i BDI-s dhe është një njeri i cili Çairin e ka drejtuar në disa momente. Dhe është një njeri që ka ruajtur që në Ilirid po rritet influenca e Albinit në krahasim me Ramën, i cili është mbështetur shumë ke Bujar Osmani, Ali Ahmeti, këta kanë qenë, por në fakt të dy Bujar Osmani humbi, se përballë Izet Mexhitit ishte bujari. Dhe këtu do duhet jenë sfidat e Izet Mexhitit se si do arri të inkorporoj gjithë vullnetin shqiptar në qeverisje në Maqedoni, për shkak se situata në Maqedoninë e Veriut, Alfred, unë kam qenë para 8 muajsh në Tetov, më la një shije jo fort të mirë, dhe këtu do të jenë sfidat kryesore. Në shkuptim. Po më la një shije jo të mirë edhe për zhvillimin, dhe për zhvillimin, kur bisedoja me shqiptarët e Maqedonisë, thoshte që në institucionet kryesore janë vetëm maqedonësit, ne jemi të lënë me njanë, pjesa më e madhe e shqiptarëve kishin zgjedhur emigrimin, pra jetonin me remitancat e emigrimit, ndiheshin të zhgënjur nga politika dhe ngjanin një frym trishtimi për faktorin shqiptar. Kështu që në këtë kontekst, në këtë zhvillim, në këtë ngjarje, duhet kuptojmë që e gjithë kjo panoram, e gjithë kjo situatë do të ngrish shumë pikpyetje për mënyrën se si do të arrijë të përballojë Izet Mexhiti dhe Lëvizja Vlen trysnin Maqedona, sepse në disa komuna ata kanë fituar fal votave të maqedonësit përballë shqiptarëve. Po të marr rastin e komunës, të një prej komunave në Shkup që kanë fituar me diferencë votash për shkak të në Saraj. Kanë fituar me votat maqedonase, po mos ishin votat maqedonës do e kishte humbur kandidati i Vlenit. Kështu që po në lidhje me Kosovën, si e lexon? Me Kosovën e shikoj një situatë shumë të qartë politike, pra në kontekstin që Albin Kurti nuk është më i plotfuqishëm, Albin Kurti arriti nëpërmjet aleancave në raundin e dytë të kapte pak ritmin, por për momentin njeriu që ka dalë triumfues nga këto zgjedhje është Abdi Xhiku, i cili përsëri me LDK-n me përparim Ramën ka mbajtur Prishtinën, ishte një betejë shumë e fortë Prishtina. Dhe duket që Abdi Xhiku ka një rritje, por nuk i mjafton akoma për të marrë stafetën. LDK po ringrihet nga Hiri, sepse ju e dini shumë mirë, më mirë se sa unë, Alfred, pas Rugovës e mori Sa Mustafa ka qenë financieri i qeverisë paralele kur krijoi Rugova në atë kohë që nuk ishte një qeveri e njohur, por që mundonte të ishte një zë. Po mundohet të kishte një zë në ndërgjegjen e Europës, për të thënë që ngritet një shtet paralel, pavarësisht se Serbia nuk e lejonte, dhe në atë kohë ky është marrë me financat, dhe që atëre që kur momenti kur më buri dorë mbi financat, u shënjua rrugtimi i tij. E udhëheqi në LDK, nuk pati ndonjë sukses shumë të madh, me thënë drejtën, politikisht. Ishte tipik aparat shik, po pa intuit fuqishme politike. Po, pa intuit. Dhe Abdi Xhiku tani bazohej shumë ke statu quo-ja gjithmonë dhe nuk ishte vizionar që ta çonte partinë përpara, sepse ishte një aparat çik i shkollës komuniste. Ata vetëm llogaritje bëjnë. Po bëra këtë lëvizje, çfarë përfitoj këtu, ku mbas këtu, dhe janë matematike gjallë, dhe kjo nuk është më politikë. Si një tip parpagon i vogël, kështu. Fiks. Po me financat është marrë tërkohën, dhe prandaj edhe këtë e kam lexuar te libri që ka bërë për këtë ish kryeministrin e ndjerë që ndrojet të qeverisë Rugovës, ja rrova emrin tani, zotëris Bukoshi, po. Dhe Bujar Bukoshi, aty e tregonte, dhe aty kuptova pak më shumë për politikën në terma. Unë kam takuar gjithë. Po ti ke takuar, po unë s'kam takuar asnjë. Edhe unë këto më vinë informime nga librat që lexoj për të kuptuar se çfarë ndodh në kontekstin e kombit shqiptar, në mbi këtë premis. Dhe mendoj që Abdi Xhiku është një yll në ngritje në LDK,
është i politikan i paqt, diferencon gjua e politikës Kosovë me gjuhën e politikës Shqipëri, këtu të vënë epitetet, të shajnë, të telendisin nëpër media, kurse në Kosovë ndryshon pak më shumë. Nuk e di si do e kishte Abdigjiku situatën këtu me këtë narrativ që përdoret tu si gjuhë rretje, gjuhë shantazhi, gjuhë epitetës dhe metaforës, por shikoj që ka një rritje. Si e shikon? PDK-ja me Emil Krasniqi në optikën time edhe fakti që nuk ka arritur dot të jo vetëm të japi një mesazh, por nuk po jep dot një mesazh përbashkues. Për te që me Emil Krasniqi në optikën time, por për shembull me Emil Krasniqi humbi në Drenas përballë Ramiz Ladrovsit, i cili në fakt e kishte kundërshtuar Haptazi, dhe pse nuk i pëlqente me Emil Krasniqit, donte ta shkarkonte, dhe ky i doli jashtë dhe i mori fitoren Drenas kundër kandidatit. Rifitoi. Dhe tani ka disa betejë të cilat janë ndonjë tender si është puna, pse janë prish. Po, me sa di me sa kam unë informacione se çfarë ka ndodhur në Drenas, ky ishte një aktor politik, domethënë Ramiz Ladrovcin unë e kam përkufizuar vetëm kur kam dëgjuar një herë, sepse ky është i vllai Femil Ladrovcit. Po. Dhe kur e kam pyetur, i kanë thënë kur i rin politik, edhe i thanë që ti je vllai Femil Ladrovcit, tha ju lutem shumë, tha, mos më ngatroni me Femil Ladrovcin sepse mund ta turpëroj emrin e tij tani që po hyn politik. Unë jam Ramiz Ladrovci, kam bërë çka kam bërë, tha. Dhe ky i mbaj për vete, s'kam lidhje me vllai. Dhe nuk kam se kam mall se do e turpëroj vllain tim. Dhe ky kur drejtoi Drenasin, prishit sa interesa. Ato interesat mund të kenë qenë fijet në Prishtinë. Dhe ato fijet ndërvepruan që këtë ta largonin nga rruga. Madje i kanë nxjerrë dhe një publikim 2 ditë para zgjedhjeve, që ky arriti ta përballojë në mënyrë shumë kurajoze, ka dalë përballë gazetarit që e publikoi, dhe është ulur, ka folur me fakte, me dokumenta, me letra. Dhe ka thënë që ky regjistrim ka ardhur nga PDK-ja për të më dëmtuar mua duke qenë se jam para zgjedhjeve. Dhe fakti që e fitoi, dhe ka thënë edhe u hodhën dhe narrativa që këtë ndihmon vetëvendosja, dhe ky me një kurajo për të vlerësuar, Ladrovci doli në media dhe tha po jam votat vetëvendosjes, nuk dua asnjë se s'kam për t'ju shërbyer kurrë juve. Kështu që doli 2 ditë para zgjedhjeve, 3 ditë para zgjedhjeve, tha nuk dua asnjë vot vetëvendosjes, pa u them sot, tha, s'keni për të marrë kur një përgjigje nga mua. Dua vota vetëm të qytetarëve. Ka vota të qytetarëve, le të vinë. Votat të vetëvendosjes dhe të Albin Kurtit nuk kam për t'i pranuar kurrë dhe nuk shikoj në asnjë moment bashkëpunim me Albin Kurtin sepse e kam të panevojshme. Ju shërbeu qytetarëve, qytetarët e vlerësuan dhe sot është përsëri në krye. Me Emil Krasniqi, në optikën time dhe jo vetëm në optikën time, akoma dhe sot nuk ka lënë asgjë. Njihet më shumë si këngëtar se sa drejtuesi PDK-s. Dhe kjo është fatkeqësia kur hyn në politikë që rruga lirin më fali, jam ushtrari rrugës, hapin sendali. Kjo ka qenë. Kurse kërkova, jam ushtari rrugës, lirin, kështu ka qenë ajo, dhe me këtë edhe ne me këtë e kuptoj, me ushtarin e rrugës. Mirë, me këtë këngë do them ta mbyllim tash. Ne qam të kjo ishte perlë. Duke u kujtuar dhe njerë që mos harroni subscribe atje, është pa lek, pa para, pa mundim, vetëm me një klik dhe me zemër të mirë. Tak, atje. Dhe ne pasaj do t'ju ndjekim ju dhe jo ju ne. Nga unë Rfesakon, natën e mirë dhe miru pafshim.